Historia e Kiarës dhe Luizit në Big Brother VIP Albania është një nga rrugtimet më të përfolura dhe më emocionale që ka parë ndonjëherë publiku shqiptar. Një histori që nisi mes dy njerëzve krejt të ndryshëm, por që gradualisht u kthye në një lidhje që mbajti peng zemrat e mira shikuesve. Luizi hyrë në shtëpi si një personazh energjik, i drejtë për drejtë, emocional dhe shumë ekspresiv. Që në ditët e para, ai tregoi interes të hapur për Kiarën, e cila nga ana tjetër u shfaq më rezervuar, e matur dhe e kujdesshme. Kiara nuk ishte aty për një romancë të shpejtë, por për lojën e saj dhe këtë e bëri të qartë që në fillim. Pëlqimi i Luizit u shndërrua shpejt në këmbgulje. Ai nuk e fsheu asnjëherë ndjenjën e tij dhe u përpoq të fitonte Kiarën me humor, vëmendje dhe deklarata të sinqerta. Megjithatë, kjo sjellje shpesh u perceptuar nga Kiara si presion emocional, gjë që solli përplasje të shpeshta mes tyre. Ajo ndje e ngarkuar dhe her pas here u tërhoq duke kërkuar hapësirë dhe qetësi. Marrëdhënia tyre kaloi në për shumë uli dhe ngritje, kishte momente afrimi, biseda të gjata natën, shikime dhe emocione të pashprehura. Por edhe debate të forta, keqkuptime dhe distancime të papritura. Kiara shpesh u ndjej pa vendosur mes ndjenjave dhe arsyes, ndërsa Luizi përjetonte çdo largim si një zhgënim të thellë. Një nga momentet më delikate të historisë ishte kur Kiara vendosi të vendos kufi të qartë dhe të distancohet emocionalisht. Ky vendim e lëndoi Luizin, i cili reagoi me mërzi, heshtje dhe shpesh me sjellje impulsive. Publiku u nda në dy kampe, ato që mbështesin Luizin dhe këmbgulin e tij, dhe ato që mbonin të drejtën e Kiarës për të mos u ndjerë e detyruar. Megjithatë, me kalimin e javëve, diçka ndryshoi. Kiara filloi ta shihte Luizin me një sy tjetër, më të qetë, më të ndjeshëm dhe më të sinqertë. Ndjenja që ajo kishte përpiqur t'i mbante nën kontroll filluan të dilnin në pah. Afrimi i tyre u bëi natyrshëm, më i ngrohtë dhe më i ndërtuar me komunikim. Momenti i konfirmimit të lidhjes së tyre brenda shtëpisë ishte një nga pikat kulmore të spektaklit. Nga një histori e komplikuar, plot dilema dhe pasiguri, Kiara dhe Luizi u shndërruan në një çift që përfaconte durimin, ndryshimin dhe rritjen personale. Ata mësuan të kuptonin njëri tjetrin, të respektonin kufin dhe të balancojnë emocionet dhe arsyen. Pas përfundimit të Big Brother VIP Albania, historia atyre nuk mbeti vetëm brenda mureve të shtëpisë. Kiara dhe Luizi vazhduan lidhjen dhe jashtë, duke treguar se ajo që nisi ishte një eksperiment emocional në një reality show. U shndërrua në një marrëdhënie reale. Martesa atyre dhe jeta familjare që ndërtuan më pas e vulosën këtë histori si një nga më të veçantë e showbizit shqiptar. Historia e Kiarës dhe Luizit mbetet dëshmi se dashuria nuk është gjithmonë e lehtë, por kur shoqërohet me durim, reflektim dhe sinqeritet, mund të kalojë çdo pengesë dhe të fitojë përtej kamerave.